Zoti Islami, po sa i përket marrëveshjes që u nënshkrua në kuvend gati në mënyrë të fshehtë mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku u mor një borxh prej 302 milion dollarësh për armatimin e Shqipërisë. Çfarë fshihet në këtë rast? Apo përpiqet Edi Rama të afrohet me presidentin amerikan Donald Trump, duke qenë se situata i doli nga kontrolli në Sazan dhe Zvërnec? Në qoftë se amerikanët janë serioz në politikën e tyre dhe në marrëdhëniet e tyre me shtetet e tjera, ai nuk do afrohet kurrë dot me ata. Jo kredit të marrë 302 milion dollar sa ka marrë, po dhe 302 miliard të marrë, ata nuk do ta pranojnë Edi Rama dhe nuk do ta njohin kurrë më si kryeministër. Këtë e vërteton fakti që Amerika dhe Departamenti i Shtetit dhe presidenti amerikan nuk po dekreton ardhin e ambasadorit amerikan në Tiranë. Jemi pa ambasador amerikan në Tiranë. Kështu që Edi Rama mos ketë fare shpresë pra. Jo, ambasadori tashmë ka marrë dritën jeshile, të paktën sipas raportimeve të ditës sotme. Po ku është? Ka marrë dritën jeshile në Senat dhe më pas do vi edhe në Shqipëri. Po kur? Kur Edi Rama të shes dhe centimetrin e fundit të Shqipërisë, shes dhe mojëtyja, kur do vi? Jo, zotëri, po pse ju mendoni se do ta shpëtoj ambasadori i ri që do të vijë në Shqipëri? Jo, ambasadori amerikan do zbatojë dhe do kërkojë zbatojnë ato kërkesat e politikës amerikane në Shqipëri. Nuk do ta lëroj të tallet ai. Si po tallet. Sa i deri tani po tallet. Dhe unë se kuptoj, me kë ka nënshkruar këtë marrëveshjen e armëve, me kë ka bërë? Kush është institucioni me të cilin ai ka marrë kredi dhe ka vendosur dhe blerjen e armëve? Ku? Se s'dim gjë fare. Pse nuk na e thonë amerikanë, pse nuk e thot Departamenti i Shtetit, pse nuk e thot ambasada amerikane në Tiranë, se blerja e armëve është gjë krejtësisht e ligjshme, normale, legale e bën gjithë bota. Pse nuk e thonë zotëri? Ndaj unë kam pretendime për politikën amerikane. Pa dhe të më thonë mua janti amerikanë, nuk përse puna hiq. Amerika po është me ne, është kundra nesh. është me shqiptarët, është me Edi Ramën. Njëra nga dyja, me të dy nuk bëhet. Në këtë rast, duke qenë se Edi Rama ka shumë çështje të hapura, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nisur edhe nga raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku theksonte që protestat vërtet nisën për mjedisin, por tashmë kanë kaluar në aspektin politik, ku denoncohet korrupsioni qeveritar i kryeministit Edi Rama. Në këtë rast, a mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të kryejë një operacion të atill, qoftë në mënyrë indirekte për ta hequr Edi Ramën, dhe AEZ do të vitit 2026 Edi Ramën krye qeverisë? Këtë gjë duhet ta kishin bërë me kohë. Dhe duhet ta bëjnë sa më shpejt jetë e mundur. Shqipëria ka kaluar në emergjencë, zotëri. Shqipëria ka kaluar në stadin do jetoj apo nuk do jetoj. Do ketë më Shqipëri apo s'do ketë. Do ketë më shtet shqiptar në Ballkan apo nuk do ketë. Do ketë më komb shqiptar në Ballkan apo nuk do ketë. Këtu jemi, zotëri. Këtu na kanë katandisur. Dhe Amerika bësehir rishikon. Sepse sionistët e Amerikës, masonët e Amerikës, iluminati e Amerikës kërkojnë që Shqipërinë ta bëjnë një shtet kozmopolit, siç na u imponuan 9 minoritete të huaja në Shqipëri. Ku janë 9 minoritete? Sa arritën që quajnë minoritet dhe 57 sërbë janë në Shkodër dhe duan të ngrënë konsulat sërbe në Shkodër. Pra të hapin një zyrë të bës në Shkodër, ka që thjeshtësh. Po, do kalonim edhe këtu dhe pikërisht kemi ardhur te kjo marrëveshje mes të paktën në parim mes Shqipërisë dhe Serbisë, ku parashikohet ngritja i konsullate në Shkodër, pra i konsullate serbe. Ju si e shikoni në këtë rast? A është duke hyrë kali trojës së Serbisë në Shqipëri? Absolutisht po. Dhe veç asaj, Shqipëria nuk ka asnjë të drejtë që të çojë konsullat shqiptare në Bujanovë dhe Preshevë, sepse ato janë pjesë integrale e Republikës së Kosovës, zotëri. Është pjesë e Dardanisë, s'ka pushteti shqiptar atje. Kur të bashkohemi ndonjëherë me Kosovën, po, mund të ndodhë në qoftë se
Serbia pranon që për të ngritur një konsullat në Shkodër, të njohë pavarësinë e Kosovës. Po bëri këtë, edhe unë do të them, po hajde, hape konsullatin. Po ata nuk e bëjnë kur këtë. Sa i përket hapjes së konsullatës shqiptare, lidhet me faktin që atje ka shqiptar të Kosovës dhe prandaj duhet hapur. Ndërkohë në Shkodër ku janë minoriteti serb që po kërkon në Beogradit të hap një konsullat. Ky është i gjithë shqetësimi që ngrihet. Zotri, Shqipëria nuk ka pse të marrë rolin e drejtuesit të shtetit Kosovës. Në këtë rast po del Shqipëria mbi Kosovën dhe i thot, lëroj Kosovën atje mirës aty dhe hajde të vazhdojmë marrëdhëniet bashkëneve. Kjo është tradhtia që i bëhet popullit të Kosovës dhe shtetit kosovar nga Edi Rama. Është në vazhdimsi të tradhtive, të marrëveshjeve, të poshtra anti-shqiptare, për shitjen e trojeve, për këmbimin e trojeve, e tjera që bëri me Hashim Thacin. Pa dhe të dalë ndonjë kloun, cirku, apo ndonjë korbizi, andej në periferik i Tiranës, në lindje Tiranës, që të thot Hashim Thaci ka bërë luftë me UÇK-n. Si që vërtet, Hashim Thaci ka qenë në Tiranë në vitin 31. Pra, është në kuadrin e tradhtisë së qeverisë shqiptare të Edi Ramës kundër interesit kombëtar të Kosovës. Nuk ka punë Shqipëria në ato dy qytete, dy krahina, në atë krahinë që është Preshevë Bujanovci, për të dërguar konsullat, sepse më njanon shtetin e Kosovës, zotëri. Po ata janë kosovarë, nuk janë shqiptarë. Kosovarë në kuptimin si shtet, se janë shqiptarë, pra nuk janë të kosovarë të shtetit shqiptarë, po janë kosovarë të shtetit Kosovës. Pra s'ka punë Edi Rama të fusturit atje. Ajo bëhet thjesht me urdhër të Vučićit, që ka marrë Edi Rama urdhrin nga Vučići, i ka thënë do bësh këtë se s'bën, e ka marrë dhe nga lobi që puto grek në Amerikë, edhe bën politikën antikombëtare dhe pro-sërbe, në dëm të interesave të popullit të Kosovës. Po sa i përket ngritjes së konsullatës serbe në Shkodër, çfarë fshihet në këtë rast dhe çfarë mund të arrijë Beogradi duke ngritur një konsullat serbe pikërisht në Shkodër, në atë qytet që pjesa slave, pra malazezët dhe serbët, kanë tentuar ta marrin historikisht? Dëgjoj, ka një këngë për luftën me Malinezi e Osman Kukës. Që thot, dal ka dal Nikol Popi se s'ke pas ka dorën me sy, se unë jam Osobaroti si djeg vedin edhe ty. Pra edhe hodhi Kështner. Ata e din të nëmërinë e shqiptarëve, por shqiptarët e Shqipërisë tani dhe të Shkodrës janë të tradhtuar. Ndaj unë u bëjthirje shkodranëve të ngrihen dhe të mos lejojnë asnjë hyrje të qeverisë shqiptare në Shkodër. Të bllokojnë rrugën. Që sa i vendim do të sjell ai kal troje, do sjell qendrën e spionazhit serb, ta sjell në Beogradit, ta ketë kollaj këtu në Shkodër, është mirë apo s'është mirë? Unë them prapë atyre shkodranëve, çoni mbroni atë Shkodrën tuaj si që mbrojti Osman Kuka, si që mbrojti shqiptarët e atij brezi. Zoti Islami, si është e mundur që Edi Rama nuk e ka dënuar deklaratën e ministres serbe, e cila deklaroi se po të ishte në vendin e Miloševićit do të bënte edhe më shumë spastrim etnik ndaj shqiptarëve të Kosovës? Është pyetje që ka përgjigjen brenda zotërisë, pyetje retorike kjo. Është qërbëtori Beogradit, me urdhër nga Beogradit, dëgjoj. Se e kemi thënë disa herë dhe më detyron tani ta përsëris prapë. Partia në pushtet, Partia Komuniste e Shqipërisë, i ka rënjët në Beograd, është krijuar nga serbët, është qeverisur nga serbët, është komanduar nga serbët, vazhdon të qeveriset dhe të komandohet nga serbët. Dhe për këtë Edi Rama ka marrë urdhën, nuk e pyet njeri, dhe nuk janë banë që të dalë të denoncojë deklaratën e asaj serbes. Ata nuk mundën dhe nuk pranuan të bënin rezolut për krimet e Serbisë në Kosovë. Janë të shitur të serbë, më qysh ta themi ndryshe. Si ta themi unë s'di si ta themi ndryshe. Janë armiqë morë të këti popull, 120 palacët që janë atje në parlament. Janë armiqë të kombit shqiptar. Po ja pra që shqiptarët nuk pa e kuptojnë si duket.
Edhe ne përktemi këtu që tu hapim sy, tu themi që ata janë armiq, po tuajt janë armiq tanë dhe ata duhen qëruar nga zyrat e parlamentit. Ka që thjesht.